Tani do të vim tek pasqyra e shtypit për ditën e sotme, 21 dhjetor 2015, nisi me gazetën shqiptare, si çdo mëngjes edhe pasqyrën e shtypit, titulli qendror, lejet shërblyese, Zoto asnjë i burgosur nuk shkon në shtëpi. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve Masa për të shmangur korrupsionin, rreth 300 të dënuar bën kërkesë për të përfituar leje ditore. Urdhri respektiv nga 23 dhjetori në 5 janar asnjë dënuar të mos lëviz, përjashtohen vetëm rastet e gëzimeve dhe hidhërimeve, gjithçka rreth lejeve të mundshme që kërkojnë të dënuarit nga drejtoritë respektive të burgjeve në përqarqe të ndryshme materiali në brendësi. Opinioni i ditës nga Shaban Murati, efekti gjeopolitik i koalicionit islamik antiterrorist. Një tjetër opinion nga Kiço Blushi, të gjithë të lumtur nga dekriminalizimi. Blerjet në internet sa ju duhet paguani nëse kaloni masën e vendosur nga dogana, Lazimi deklaron të rritet kufiri maksimal, reagimi i drejtorit përgjithshëm të postave. Protesta e Partisë Demokratike të Parlamenti, Rama në Izrael, Meta në Serbi, rrugët që bllokohen sot nga policia, shkrimi në faqen 3. Ridel në sken pas 23 vitesh, Flutura Çangu interpreton edhe Ethem Qerimi, ansambli ushtrisë, shkrimi për këtë shfaqje në faqen 15. Në foton kryesore nga ngjarja tragjike e mbrëmjes së dieshme në Durrës, atentat tetora në Durrës, vdesin Ervin Kodra dhe Endri Çaushaj. Policia deklaron Kodra dyeri arrestuar për plagosje dhe moskallëzim krimi. Viktimat 33 dhe 25 vjeç, skena e krimit në vendngjarje gjenden mbi 30 gëzhoja, trupat 2 orë pa lëvizur, nga Klodiana Xhiraj, materialit e Gazeta Shqiptare për sot. Mbrojtja kërkon 250 ushtarak, kriteret dhe dokumentacioni, por edhe datat e aplikimit trajtohen në materialin në brendësi. Jovan Bardhi, revolta e Spaçit e nxitur nga CIA dhe Vatikani, letra drejtuar Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë në vitin 1973, trajtohet në aneksin dosier të Gazeta Shqiptare. Vdekja e foshnjës, dursakët sulmojnë bashkinë me vezë dhe tymuese. Këshilla, ushqimet që bëjnë mrekulli në uljen e kolesterolit, këshillat dhe rekomandimet mjekësore në një material më vete tek Gazeta Shqiptare. Këto ishin titujt e kësaj të përditshme, ne do të ecim më tej, do të shkojmë tani tek e përditshmja Dita, do të shohim materialin kryesor të gazetës Dita për sot, shohim natyrisht shoqërohet me fotomontazh të faqes së parë. Truku, revolucioni paqësor dhe marifeti një stalinisti të arnuar është materiali qendror, shoqërohet me analizën rreth aktualitetit politik nga Andrea Stefani. Frika ndaj reformimit të drejtësisë dhe tentativat bolshevike të përmbysjes së qeverisë me dhunë, çfarë fsheh maska e retorikave të shporjes dëbimit dhe pse shpresa tek destabiliteti politik është e vetmja që i ka mbetur PD-s për të larguar vëmendjen nga llogaridhënia, materiali tek Dita, analiza e plotë e opinionistit Andrea Stefani në faqen 3. Në brendësi, vendimi, toka bujqësore, aktet që të japin pronësinë, histori e vërteta e 3 heronjve të haruar nga Mirdita. Duke mbetur gjithmonë tek Gazeta Dita, dje në mbrëmje, ekzekutim në Durrës, cilët janë viktimat, lajmi orës së vonë, skenar, thriller, pranë Torës, makina në ecje, përplaset me lokalin, detajet, gjithçka përcillet në shkrimin nga kronika rreth ngjarjes tragjike të mbrëmjes së dieshme në Durrës. Profesor Kostallari dhe incidenti me kutelin, profil nga Agim Vinça, trajtohet tek Dita për sot. Pse nuk ka fonde për policët e burgjeve? Letra në redaksi e cila botohet në lidhje me këtë pyetje dhe shqetësim që vjen nga lexuesi. Këto ishin titujt e gazetës Dita për sot. Ne do të shkojmë tani tek Tema në këtë numër, materiali kryesor i gazetës Tema i referohet pikërisht pronave në Shqipëri, vrima e zezë që po i përthith të gjithë, shkruan Tema, shoqërohet me një foto nga lart të ambienteve dhe hapësirave detare dhe jo vetëm në Shqipëri. Editorial nga Gjergj Erebara, medaljet e veteranëve, si e gjykojmë historinë në kontekst jo faktual. Edi Rama, simpatia dhe zhgënjimi im nga Fatos Nano, shkrimi në faqen 10. Kriza të reja dhe të vjetra për Bashkimin Evropian, një tjetër material. Opinion nga Lorenz Vangjeli, edhe sikur Rama, ministrat dhe të tjerët. Një shkrim nga profesor Artan Fuga tek Tema, ne jemi popull i varfër, ju gënjejnë o budallënj. Opinion nga mentor Kikia, të mbjellim pem, ndal masakrës në Pyje para moratoriumit, shkrimi në faqen 9. Partia Demokratike e kthen në qesharake, bën thirrje për protest me një humorist, shkrimi në faqen 5. Adrian Gjillari, dyshime edhe për Pastrim Parash me Gjeorgjanin Amirand Zanashvili, shkrimi në faqen 3.
Partia Demokratike akuzon si vrasës kreun e PS-s në Shkodër, por del blof artikullin faqen 4 dhe 5 tek tema për sot. Këto ishin titujt e kësaj të përditshme, vim tani tek Mapo në këtë numër. Materiali kryesor i gazetës Mapo i referohet atentatit të mbrëmjes së djeshme. Ekzekutohen me breshëri automatiku 2 të rinj në Durrës. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 20:45 të mbrëmjes së djeshme në zonën e njohur si Tora në Durrës. Viktime e atentatit janë Ervin Kodra dhe Endri Çausha. Policia nis hetimet, zbardhe dinamika e ngjarjes së rëndë, autorët u qelluan me automatik materiali në brëndësi. Në rubrikën Afër dhe Larg nga Kemal Dervis, materiali si është bota në vitin që po mbyllet. Afera CES-Dia, dosja e plot e Ismailajt ja format e mashtrimit me 4,6 milion euro. Kastriot Ismailaj akuzohet për mashtrim dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Si bashkëpunoi ai me drejtorin e përgjithshëm të CES Shpërndarjes, Josef Hejsek, në skemën e mashtrimit për mbledhjen e borxheve të kompanisë energjetikës, transfertat e dyshimta jashtë dhe skemat që përdori i pandeuri, materiali me dosjen e plot botohet tek Mapo për sot. Në titujt e tjerë, dekriminalizimi, PS-ja premton pastërti në parti pas akuzave për cubin e Shkodrës. Sipas kryeministrit, asnjë inkriminuar dhe që bie ndesh me ligjin nuk mund të zgjidhet dhe emërohet në drejtimin e organizatave socialiste në strukturat drejtuese lokale dhe as si delegat në Kongres. Partia Demokratike reagon, Rama ka emëruar një autor vrasje si kryetar të Partisë Socialiste në Shkodër. Reagon menjëherë Partia Socialiste. Cubi, viktima e një sulmi të rënd fizik, gjykatat e kanë shpallur të pafajshëm. Mediu pranon arogancën ndaj të përndjekurve, nuk bëm sa duhet. Kryetari i Partisë Republikane, përpara se të fliste për nisma konkrete për të përndjekurit, përcolli edhe një mea culpa për atë që e djathta shqiptare nuk bëri aq sa duhet ndër vite për të përndjekurit. Në rubrikën Oped veçojmë opinion nga Dritan Hoti, Turqia dhe Rusia për plasja e perandorive. Një shkrim nga Merck Champion, përkthehet dhe përshtatet për Mapon, Hey Europë, mos e kthe Kosovën në problem të madh. Në rubrikën Albanian Stories nga Rudina Xhunga, sot shkrimi Rruga e Rilindjes. Në suplementin Studenti zgjidhet Qeveria Studentore e UET-s, leksioni i demokracisë që vjen nga të rinjt. Këto ishin titujt e gazetës Mapo për këtë të hënë. Ne vim tani tek Standard në këtë numër. Materiali kryesor i referohet edhe seancës së fundit, shkruan Standard në lidhje me protestat, mazhoranca me amnisti dhe dajak, opozita me protest. Mazhoranca qeverisëse mbyll sot vitin 2015 në parlament me miratimin e projektligjit për faljen e 700 të burgosurve, kurse Partia Demokratike ka vendosur të rrethojë seancën me mira protestues të rinj. Opinion nga profesoresh Floresha Dado, letrat shqipe dhe gjuhët e tjera të saj. Replikat me SPD-s dhe PS-s në krye të Partisë Socialiste në Shkodër i akuzuari për vrasje, socialistët reagojnë kishte armë me leje. Buxheti i vitit 2016, këshilltarët e LSI-s në Bashkinë e Tiranës në dëgjes publike me administratorët. Procedurat ligjore, qeveria po vënohet duke bërë shikime, buxheti nuk hyn dot në fuqi as në datë 1 janar. Vjedhja spektakolare. Grabitja e 3,8 milion eurove në Rinas, policia identifikon pronarët e makinës së grabitësve. Krimi godet në Durrës, atentat 2 të rinjve tek porti, vriten Ervin Kodra dhe Endri Çaushaj. Hapet terminali autobusëve, kryetari i Bashkisë Velia i paralajmëron gjoba të rënda për mjetet që shkelin ligjin. Këshillat e mjekut, diabetit, cilët ndihen më të rrezikuar dhe cilët janë format e trajtimit. Në suplementin Mistere, me Standard, njerëzit që kanë sakrifikuar veten për shkak të besimit fetar, Misteri i librit Kuq të Jungut, këto e të tjera, në suplementin Mistere me gazetën Standard për sot. Këto ishin titujt e kësaj të përditshme, vim tek Telegraf në këtë numër të ditës së hënë. Titulli qendror, shoqata e avokatëve antikorrupsion të arrestohen Gëzim Kalaja dhe Kol Nikolla. Kjo shoqat i bën apel krerëve të lartë të shtetit dhe ambasadorëve perëndimor, kasaphana me qindra pasurit sindikatës dhe konfederatës, politikanët e lidhur me kryematrapazët sindikalistë sa ishin dhe sa kanë mbetur nga ish pronat e bashkimeve profesionale, raporti plot dhe baza ligjore. Skandali qeveritar, fituesi i konkursit për zonën historike shpallet që në prezantim. Urbanisti dhe arkitekti i njohur Besnik Aliaj denoncon farsën e konkurimit për zonën historike në jug të vendit. Përfaqësuesja e qeverisë deklaron e hapim konkursin me prezantimin e studios fituese Atelier 4, shkrimi në faqen 5.
Veçojmë në titujt e tjerë, deputetja e PD-s Liliana Ilmazi në intervistën për Telegraf, opozita ka përgjegjësi për të dhënë alternativat e saj dhe për ta shpëtuar vendin nga gremina. 8 miliard lek për sinjalistikën lyhet me gëlqere aksi Rogozhin Kapshtic, Haxhinasto dhe kreu i ARSH-s Xhika shkojnë në vendin e krimit. Rishfetet në spitale, pacientët në QSUT, mirë që na kërkoni para që nga rojet e deri te mjekët, por mos na lini të vdesim, është apeli i pacientëve në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Tronditet Durrësi, krimi për gjak rilindje në hyrje të portit, vriten Ervin Kodra, 33 vjeç dhe Endri Çaushaj, 25 vjeç. Autorët largohen në drejtim të paditur. Nga aktualiteti, të rinj të LRI-s debat për reformën në drejtësi. Timo Luto, fama e koncertit Albanos dhe Rominës kur erdhën. Gzim Kabashi, artistë dursak në festivalet e radio-televizionit, thohet të tjera në materialet respektive të përmbledhura. Fletë drejtori akus për Dibrën, Agronsara, profili i rilindur, një institucioni në shërbim të qytetarëve, veprimtari aktive për kontrollin ushqimor në tregje, prodhim, kufi dhe dogana. Opinion nga Koço Brokaj si për marsit dhe dëgjimi i klientëve. Një koment nga Erion Muho, KLSH-ja dhe auditimet e fondeve publike. Ishin titujt e gazetës Telegraf për këtë të hënë, do të shkojmë tani tek 55 në këtë numër. Materiali kryesor, vjedhja, reforma themelore e Ramës, shkruan 55. Qeverisja e Edvinit ka sjell vetëm njërisi përdorimin e Këshillit Ministrave për vendime që ligjërojnë vjedhjen si reforma themeltare e kryeministrit. Lista e koncesioneve rendit 10 zhvatje të fondeve shtetërore, ku spikasin qindra milionët e Vilmanushit, Ilir Beqes, Arben Ahmetajt dhe kinezëve të spitalës si klient personal të vetë kryeministrit. Vjedhja po tentohet na imponohet si merite e Edi Ramës që vjen nga zgjedhjet e 2013-s, prandaj me protesta duhet mos besuar ky regjim që po detyron shqiptarët të aratisen me ritme të njëjta si në vitin 1991. Protest kundër ekstremistit të Taulant Ballës, myftiut që shndroi xhamit në zyra elektorale. Kërkohet dorëheqja e myftiut Taulant Bici në Librazh, njeriu të Taulantit deputet, i cili favorizoi shndrimin e xhamive në vatra ekstremizmi me kusht që të luanin edhe rolin e militantëve partjak. Protestuesit kërkuan edhe hetimin e fondeve që janë harxhuar nga myfti Bici, si dhe burimi respektiv i tyre. Editorial nga Sali Berisha, ish kryeministër i vendit, dekriminalizimi apo de-edvinizimi nxori moralisht jashtë ligji Edvin Kristaq Ramën. Opozita, Rama po refuzon dekriminalizimin në kryet PS Shkodër, autori një vrasje. Enkelej Dalibea i Edi Rama ja ka besuar Partinë Socialiste në këtë zonë Martin Cubit, i cili kur ishte kryetar komune me 27 prill të vitit 2009 ka vrarë një shtetas. Mbrojtja e Edvinit reagon PD-ja me 70 apo 80.000 euro e blet pafajësinë e tij, zoti kryeministër, pyetja në shkrimin e gazetës 55 për sot. Sot të rinjt në protest që nesër për demokracinë të ketë fest, nga Meli Fasko, komenti në Brëndësi. Me Tahirin, plumbat të presin në port, pa shkelur mirë në Shqipëri, atentat me armë zjarri në hyrje të portit të Durrësit, vriten 2 persona. Forum, koment nga Mehmet Elezi në rubrikën e tij në gjuhën tonë të bukur shqip, Kërshëndella apo Krishtlindje është krimi i sotshëm. Edvin, ti e di se protestat nuk janë as opera dhe as balet, të shkruan Fatmir Guda në opinionin e tij. Bilans lufte rrugëve të shqiptarisë, koment nga Elmaz Isufi. Dhe në rubrikën Dosier, nga Kastriot Dervishi, ngjarjet e vitit 1929, Këshilli i Shtetit dhe zhdukja e konfliktit midis institucioneve në atë kohë, letra e mbretit Zog për kryetarin e Këshillit të Shtetit Mehdi Frashëri. Këto ishin titujt e gazetës 55, ne do të shkojmë tani tek gazeta Integrimi, botim i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Titulli qendror, dëgjesat për buxhetin e bashkisë. Rokaj deklaron misioni i LSI-s në Këshill për çimin e zërit dhe problematikave të qytetarëve të Tiranës. Ministria Gjosha në Suedi, hapja e negociatave me Bashkimin Evropian do të na ndihmojë për të finalizuar reformat. Koment nga Kemal Dervish te Project Syndicate përkthehet dhe përshtatet për integrimin, një udhëtim në botën e vitit 2015. Rezoluta e OKB-s dhe lufta ndaj terrorizmit, opinion tek New York Times përkthehet dhe përshtatet për këtë të përditshme. Ylli Manjani, reforma në drejtësi është përgjegjësi e shoqërisë, nuk mund të ketë integrim pa të. Studentët e Lerisë të Fakultetit të Drejtësisë bisedë me ministrin e Drejtësisë. Haxhinasto, inspektim segmentit rrugor Rogozhin Kapshtic, zero tolerancë ndaj subjekteve private që dëmtojnë sinjalistikën.
Këto ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Integrimi, vim tani tek Sport Express për sot. Titulli qendror, Partizanin se vodhëm. Korçarët me pasoja nga kryendeshja, Salii mungon 3 javë, Josa pa 6 titullar drejt Vlorës. Presidenti Skënderbeu Takaj si kuptoi akuzat e tyre për gjykimin të mos bëjnë viktimen. Tirana, Dragojevic, emër i ri për portën Bardhe Blu. Gardiani Vllaznis mund të jetë goditja për janarin. Në Shkodër janë të sigurt për largimin e tij. Vllaznia, Kraja jep 5 milion lek premio për barazimin. Biznesmeni shpërndau parat në dhomat e zhveshjes, i kërkon Bashkisë Shkodër të marrë klubin. Në foton kryesore, FSHF-ja gaboi me gjyqtarët, dënoi Gjestin e Sukajt. Drejtori të kuqve Dervishi, respektojmë vendimet e federatës, por s'duhej caktuar Jorgji. Veprimi sulmuesit i gabuar t'i bëhet mësim. Mazrekaj, në radarët e klubeve gjermane, materiali në brëndësi. Byllisi, zyrtare, Stavri Nica bëhet trajneri i ri Ballshotëve, tekniku Dursak merr drejtimin e Mallakastriotëve. Në pjesën e dytë të sezonit, presidenti Kaplanaj premton risi. Kuksi, barazimi skuadra në bankën e të akuzuarve. Flamurtari Sinani deklaron tani Mercato sjell 7 lojtar në Vlorë. Nisma e Dibranve, risia Korabi përuron Akademinë e futbollit. Kampionati i moshave ndalet Shkëndia të i afrohet Tirana, 19 vjeçarët Skënderbeu Vllaznia në komand. Intervista, Interi ishte ëndra e Timbiri, i ati Manaj tërfen qastin magjik, flet Aldo Manaj, jemi të lumtur që ai është tek skuadra që dëshiron të QFM. Dhomën e ka të mbushur me poster azikaltër, Europiani duhet të vazhdoj të stërvitet ashtu siç edhe po bën. Barça plotson me 5 tituj shportën e vitit të ri, katalanasit mposhtin 3-0 River Plate në finalen e botrorit klubeve. Messi shënon me rekord, kurse Suarez shkëlqen me dopjet. Serie A, Juventus fiton mes drithërimash, Mandzukic dopjet. Kandreva fundos Interin, Miha ja del me përmbysje. Gjermani, zyrtare, Pep lë Bayernin e pason Carlo Ancelotti. Angli, tronditet stoli Vangalit, Mou është hija e tij. Dhe me titujt e Sport Express, kemi përfunduar pasqyrën e shtypit sot këtu në Ditere në Ora News. Pas pak do të shkojmë në hapësirën muzikore, publicitare, me tema insertet dhe me të ftuarit tanë pas pak. Mirë, kthehemi në studio, nisim të bisedë si për të hënë, natyrisht me të çështje kryesore, trajtohen tema të ndryshme që referohen politikës, por kryesorja mbetet drejtësia. Jam me Enkelejt Alibeja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Është koordinator drejtori i Departamentit të Drejtësisë, tani më Jo. Jam drejtori i Departamentit të Rendit dhe Sigurisë. Jam dhe ekspert në grupin e ekspertëve të opozitës. Pse e ke lënë drejtësinë? Se kam lënë asnjëherë, kam marrë një dyrshtesë. Ish ministri i drejtësisë Enkelejt Alibeja në studio dhe natyrisht ju kam ndjekur dhe në konferencën për shtypje dhe në daljet publike edhe në artikujt e ndryshëm. Pse dhe çfarë urëzuan nga rekomandimet e Venecias, sepse të paktën jeni deklaruar dhe keni shprehur që 70% e draftit është rrëzuar. Jo, tjetra. Shu e kam ndjekur unë tani, jo? 70%, okej. Jap edhe një herë shifrat. 70% e rekomandimeve, këshilla e vërejtjeve tona janë gjetur të bazuara dhe arsyetimi i opinionit të Komisionit Venecias mbështet pra rreth 70% dhe mos më tepër të vërejtjeve tona. Fakt, ajo që do doja ta them që fillim është kjo. Mos përdoret kështu një lloj terminologjie luftarake, u rrëzua, u pranua, për një lloj gjuhe emocionit politik. Pse? Sepse një reformë drejtësi është megjithatë një reformë teknike. Ka nevojë për emocion politik. Ka nevojë për mendje të ftohtë për të parë të gjitha zgjidhjet dhe zgjedhjet që projekt amendamenti ka, ose që nuk duhet i ketë, të vlerësohen vetëm në një truall teknik. Kjo do të ishte rruga më e mirë në fakt edhe për të qasur reformës drejtësi. Se duhet të them diçka në fillim. Kam parë kohët e fundit që maggioranca, maggioranca, kryeministri, ministra, kanë lënë gjitha punët e tyre më janë dhe vetëm gjë që thonë është reforma ndritësi, duke krijuar një lloj ideje sikur gjitha palët e tjera politike nuk e duan këtë në fakt. Në fakt është ndryshe. Rezultati është ndryshe. Ky projekt që shkoi në Venecia ishte një projekt i krijuar ose i stipuluar pa pjesëmarrjen tonë. Pa pjesëmarrjen e ekspertëve të përcaktuar, të emëruar nga opozita. E shkruar nga ekspert kryesisht shqiptar, po dhe të huaj. Ne bëm vërejtjet tona,
bëm rreth 130 pyetje, bëm rreth 30 faqe komente dhe vrejtje, duke bërë një zgjedhje të thjeshtë. Jo se si ne, PD-ja opozita, e shifte, e shef, do ta shoh reformën drejtësi. Por se sa standardet ndërkombëtare, ato të Komisionit Venecias, ishin të pasqyruara në këtë dokument. Nuk bëjmë asgjë tjetër ne. Am standardet e Komisionit Venecias, i konfrontuam me projekt amendamenti, na rezultuan të gjitha këto çështje dhe komente që ne i çuam në Venecia. Dhe rezultati ishte ky. Pothuajse të gjitha dispozitat e projekt amendamentit kushtetues prej Venecias kanë marrë kritika. Ku më shumë e ku më pak. Ku kritika nga ato të cilat janë të rikuperueshme, që kanë bëjnë edhe me mënyrën e të shkruarit, me gjuhën e shkruar, me teknikën legislative, e ku këto kritika janë pothuajse drastike, pra papranueshme. Në totalin e tyre, kritika e Komisionit të Venecias, që përbën njëkohësisht edhe një këshill se si në të ardhmen, dhe kjo ardhmen fillon që dje, në fakt, do duhet të rishkruhen edhe një herë këto projekt amendamente, përmbledhen atë sintezën që Komisioni ka bërë në 8 çështje kryesore. E para, thot këtë, numri i madh i organizmave të reja kushtetuese mbi drejtsinë do duhet të thjeshtëzohet, do duhet të shkurtohet, do duhet të rrudhet. Pra nuk duhet të jenë kaq organe të reja kushtetuese që kanë të bëjnë me drejtsinë. Sepse krijon një lloj realiteti të ri. Krijon një klim të re, një frym të re e panjohur dhe patestuar për gjithë shqiptarët, ata të cilët merren me sistemin e drejtësisë. Dhe kjo ka një rrezik të madh, mos bashkëpunim mes këtyre organeve, dhe të mos japi një lloj fryme të tillë konsolidimi të sistemit të drejtësisë. Me fjalë të tjera, rreshta të tjera ka thënë Komisioni i Venecias të mos fillohet nga viti 0. Psikos dhe frym kjo, e cila e kanë projekt amendamentet. Pikërisht këtë çfarë pyes, është filluar nga viti 0. Është filluar nga viti 0. Domthonë duke kanceluar çdo gjë që është bërë aq pak sa është. Pra, kanë krijuar kaq shumë institucione të reja, duke prishur edhe atë pak. Kush atakuar të mos krijohen institucione të reja? Duke prishur edhe atë pak eksperiencë pozitive që për 10 vjet apo 15 vjet kjo kushtetut ka krijuar. Së dyti, pjesëmarrja e Ministrit të Drejtësisë është atakuar fort. Ministri i Drejtësisë, sipas projekt amendamenteve, që është përfaqësuesi i ekzekutivit, në këtë rast, është përfaqësuesi më energjik i ekzekutivit, është atakuar të mos jetë në inspektoratin e kontrollit të gjyqtarit, inspektorati i lartë, do thotë institucioni i cili do të kontrollojë gjyqtarë e prokuror, të mos jetë as në tribunalin disiplinor, institucioni i cili do të gjykojë përgjegjësinë disiplinore, pra shkarkimet ose jo të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Jo vetëm kaq, por se ka kërkuar Komisioni i Venecias që në momentet e rekrutimit apo të emrimeve në postet e larta të planetit gjyqësor, gjyqtar, prokuror, gjyqtar gjykatës lartë, gjyqtar të gjykatës lartë, kushtetuese, të ketë një shumicë të tillë, e cila të krijojë atë që quhet pluralitet ose diversifikim i gjitha prurjeve në këto institucione. Me fjalë tjera, jashtë politizimit. Pikërisht ajo çka kemi kërkuar ne. Ose zgjas në çështje teknike, sinjalet që jep opinioni i Komisionit të Venecias janë këto. Të mos konvertohet lufta e madhe ndaj korrupsionit, që në përmasa të tilla ekziston, dhe të mos shndrohet në një mjet për ta kapur politikisht sistemin, gjithmonë në justifikimin e luftës ndaj korrupsionit. Të jetë një sistem që të jetë jashtë depolitizimit, pra të jetë i depolitizuar, të jetë llogaridhënës dhe të mos krijojë situata korporativiste brenda sistemit. Ka rëndësi pra edhe ato të cilat kërkuam ne. Ka rëndësi edhe të votohet, është shumë e rëndësishme. E fundit, dhe kjo është e thënë nga pikërisht nga presidenti i Komisionit Venecias, zoti Bukikjo, ishte kjo. U mora atë ditë shembulli i mirë në fakt, edhe i votimit të ligjit të dekriminalizimit. Që një reformë e suksesshme, kushtetuese për më tepër, ka thjesht dhe vetëm nevojën e votave, ka nevojën e pranueshmërisë që në momentet e para nga palët politike. Dhe ashtu siç edhe
u votua reforma e dekriminalizimit, do t'jetë e suksesshme kjo reformë në qoftë se të gjitha palët përfaqësuar nga ekspertizat e tyre dhe gjithë aktorët jashtë politik do t'jenë sinqerisht të konsultuar, dhe kjo është ajo që kemi kërkuar së paku ne si opozitë. Të jemi të konsultuar, të jemi pjesë e procesit, të mos ndodhë që njëra palë i shkruar, i manfshet, e më pas njëra pala tjetër fillon dhe bën një kritik ndaj këtij produkti, duke krijuar që në momentet e para doza skepticizmi dhe keq kuptimi mes tyre dhe ndodh që Venecia pastaj vendos jep të lloj opinioni. Ç'a ndodh? Kjo është ajo që kërkojmë ne. Ç'a ndodh tani Angelit? Është për të parë Gerti. Është për të parë. Ajo që kemi kërkuar ne është që ekspertët e opozitës, por jo vetëm, por dhe aktorë të tjerë, të jenë brenda procesit e rishkrimit apo përmirësimit apo dhënies së zgjedhjeve të reja, siç edhe Komisioni i Venecias thotë, që të bëhet në mënyrë të shpejtë, efikase, reale, të sinqertë. Në dorë këtë e kanë ata të cilët deri tani nuk është se i realizuan të gjitha këto kërkesa procedurale nga ana jonë. Të shohim çdo të ndodh. Ama është një fazë ku ndoshta nuk mund ta anashkalojnë më le të themi ndërhyrjen e opozitës edhe të ekspertëve të saj. Pas hapit të parë ndoshta të gabuar, sikurse ju e thatë që nuk morën konsultimin e duhur. Nuk mund të anashkalohet në dy plane. Nuk mund të anashkalohet në planin politik. E fundi një reformë kushtetuese kërkon votën edhe të opozitës në parlament. Kjo është e rëndësishme. Por më e rëndësishme se sa kaq është edhe fakti që kërkohet pjesëmarrja dhe kontributi i opozitës edhe në planin teknik. I qëndroj gjithmonë një reformë kushtetuese para se të jetë politike, në këtë rast do duhet të jetë teknike. Teknike në kuptimin e zgjedhjeve, teknike, ato të cilat do të jenë më të përshtatshme, do të jenë më efektive për arritjen e qëllimit. Qëllimi është ajo çfarë ne kemi thënë që në fillim. Sistem gjyqësor jo politik, sistem gjyqësor të jetë llogaridhënës, sistem gjyqësor antikorporativist. Të gjitha këto, kjo reformë kushtetuese domosdoshmërisht do duhet shkojë tek këto zgjedhje teknike. Sigurisht zgjedhje teknike brenda për brenda kanë edhe momentin e tyre politik. Ne kemi kërkuar që në emërimin e themi, në emërimin e funksionarëve të lartë kushtetues të ketë gjithmonë një pjesëmarrje të opozitës, që do thotë edhe zgjidhja teknike do të jetë e tillë që procedura emëruese këtyre anëtarëve të jetë gjithmonë duke pasur pjesëmarrje të opozitës. Ka të ketë një lloj balance, mos të ketë një anshme. Pikërisht. Ose tjetra, ne kemi kërkuar që ministri i drejtësisë të mos jetë as në emërim, as në kontroll, as në shkarkim të gjyqtarëve dhe prokurorëve, që do të thotë larg duar gjyqësori nga larg duar ministri nga sistemi gjyqësor, sepse ne besojmë këtë gjë. Nëse ka një mas, nëse ka një fenomen korruptiv sot, i gjithë pranuar, më shumë më pak rëndësi ka kjo, ai që është tharmi që ka krijuar të gjithë situatë është fakti që sistemi gjyqësor prej 90-s së këtij ka qenë i influencuar apo i injektuar fort politikisht. Ky është shtrati që ka krijuar këtë gjë. Dakor, po duhet eliminuar shkaku që edhe pasojat eliminohet më. Dakor, po edhe garancia është në dilemë të madhe në pikpyetje për sa kohë është arnuar 200.000 herë kushtetuta e vendit. Edhe rreziku është që po kjo reformë që mund të kalojë me konsensus të plot, mund të arnohet një 200.000 herë në bazë të preferencave politike dhe rotacioneve të pushteteve. 200.000 herë jo. E thash në mënyrë metaforike, mund të preket, mund të vihet, mund të vihet. Metafora nuk shkon. Okej. Ke të drejtë vetëm në një pikë. Potenciali që të mund edhe të rishihet, që të mos të rishihet, do duhet që në momentin e parë, dhe ky është momenti i parë, të gjitha palët, ato të cilat, jo vetëm sot, por dhe nesër, do të jenë të detyruara të zbatojnë urdhërimet kushtetuese, do duhet të japin opinionin e tyre. Kryesisht janë palët politike, po jo vetëm palët e përfaqësuara në parlament, por edhe aktorët e tjerë, sistemi vetë gjyqësor. Vetëm në këtë mënyrë, vetëm në momentin e parë kur të gjitha palët e japin kontributin e tyre, kanë mundësi të marrin pjesë, të konsiderohen të përfshira, kjo krijon një gjë. Krijon pikërisht gjithë pranueshmërinë e zgjedhjeve kushtetuese. Do të thotë nga ky moment e tutje, asnjëra palë nuk mund të ketë pengun e madh në zemër që nuk mora pjesë në momentin e shkrimit të ndryshimeve kushtetuese, siç ndodhen ca ndryshime kushtetuese kohë më parë, besoj aty e
e kishe fjallën. Jo, ndodhin e pasere, si ndodhin dhe së fundmi. Po pra, dhe duke garantuar këtë lloj procesi, këtë lloj garancie, një gjë është e sigurt, nuk do të ketë më rishikime. Kushtetuta shqiptare është e 98-ës, 15 vjeçare, dhe është parë shpesh, është rishikuar shpesh për kaq pak kohë. Sigurisht edhe për faktin tjetër që jemi në tranzicion. Por besojmë që një reformë e tillë të jetë gjatë, do duhet të krijojë këto kushtet thelbësore të procesit që tani dhe bëhen sot. Fakt është që në një farë mënyre precedenti ka dhënë që është ndërhyrë shpesh dhe përsa kohë është prekur shpesh kushtetuta, prandaj edhe unë thash 200.000 herë në atë lloj forme. Megjithatë kemi dy tablo, nëse i referohemi daljes publike të dieshme tuaja në Nkelet, që keni atakuar një emërim të strukturave të Partisë Socialiste në Shkodër dhe një kundërpërgjigje që vjen nga leadershipi dhe kreu i mazhorancës, i cili thekson që ligjin e dekriminalizimit do ta fillojmë brenda strukturave të Partisë Socialiste. Samir. Faktën, unë referohem dhe shtypit në këto... Në fakt nuk rezulton kështu. Dhe erdhi dhe një përgjigje direkte dje nga Shkodra për ju ose për forcën politike. Dakor. Samir do t'ishte. Nuk është. Më duhet thjesht të saktësoj kaq gjë. Ligji për dekriminalizimin, reforma për dekriminalizimin, qoftë e kushtetuese, qoftë e ligjore, e suksesshme nga të gjithë anët, përshëndetet madje dhe nga ata të cilët autorët e fenomenit të kriminalizimit të politikës tashme. Rama, ai i cili futi të gjithë deputetët me rekorde kriminale. Aty me atë e keni të gjithë. Nuk është çështje se kemi me atë, por ne duhet pranojmë gjithë që ata të cilët vendosin rregullat, kryetar partish apo kryeminista më tepër. Për të qenë realist. Mund të ketë edhe ndoshta edhe portieri i Partisë Socialiste, mund të ketë dhe ai peshën e vet aty domethënë, po nuk është e udhës ti orientohesh atij. Kryeministri është ai. Çfarë po ndodh? Po ndodh një fenomen i rrezikshëm që po mundohet Rama të anashkaloj, të gjej shtigje për të anashkaluar reformën për dekriminalizimin, që do të thotë, po bën këtë gjë. Sigurisht do të pranoj detyrimet nga ligji për dekriminalizimin kushdo. Deputet apo pjesëtar tjetër i administratës i inkriminuar nuk do të jetë më pjesë e administratës apo kuvendit, porse është duke i spostuar të gjithë këtë arsenal njerëzisht inkriminuar në strukturat partijake. Gjerdet e ti e di, në strukturat partijake, që thotë strukturë jo shtetërore, janë ato të cilat përballen njëra tjetër në proceset zgjedhore. Dhe ishte kjo e që ka ndodhur në Shkodër. Përfaqësues të lartë, drejtues lartë të Partisë Socialiste kanë pikërisht këtë lloj të shkuare kriminale. Ky është rreziku që po ndodh. Nuk do të kemi më parashohun deputet me rekorde të tmerrshme kriminale që ulen brenda në parlament. Më tepër janë nga ata të cilët nuk është se kanë edhe shumë durim për të bërë dhe projekte politike afatgjate apo dëgjojnë seanca parlamentare. Ky soi njerëzish. Do të kesh ca njerëz që do të jenë në krye të Partisë Socialiste në përdeg, do të jenë ata të cilët do të jenë drejtuesit real të këtyre strukturave. Dhe ky është një inkriminim i ri, inkriminim i vetë strukturës partijake socialiste në këtë rast. Dhe është rrezik i madh publik në fakt. Se dikush mund të thotë, po ç'keni ju do të thonë me Partinë Socialiste. Jo, është rrezik publik. A ka nevojë për aktin ligjore ky ligj? Është rrezik publik sepse nesër pas nesër, kur të jetë zgjedhjet, do të jenë pikërisht po këto aradh të këtyre njerëzve që do të përballen po përsëri me votën. Do të jenë këta, e cilët do të grabisin dhe do blejnë votën. Është i pafajshëm tha. Tani, okay, ja kush. Do të sqaroj ato të djeshme ta sqaroj edhe një herë. Jo ta sqaroj. Ato dolën me një herë, vendimi është i pafajshëm, ju tani Engeledi tha kështu, reagon Partia Socialiste. Engeledi tha këtë që njeriu i cili është drejtues, koordinator i Partisë Socialiste, sot dje në Partinë Socialiste është një njeri i cili është autor vrasje. Rezultoi që ishte autor vrasje. Mund të ketë qenë në situata të ndryshme, gjykata mund të jetë ajo e cila mund ta ketë vendosur edhe në situatë të mbrojtjes së nevojshme. Në fakt, çështja nuk është që ne bëjmë gjyqin juridik të këtyre njerëzve. Pyetja jonë është pyetje e moralit politik. Por po si ka mundësi që vetëm njerëz të cilëve rastësisht u ka ndodhur të vrasin, të presin, të trafikojnë, të jenë në burg, janë në krye të Partisë Socialiste. Si ka mundësi? Dhe si ka mundësi kjo të ndodhë në veri? E si ka mundësi këta gjithmonë të peshkohen këta njerëz dhe të në krye të këtyre strukturave?
A duhet ketë një lloj sqim morale në këtë mes? Që të paktën këta njerëz që marrin një lloj figure politike, kanë një lloj interesi publik, me se ti je drejtuesi i Partisë Socialiste. Dolën reaguan ata dhe një popull thot po mirë, pse duhet të besoj ty dhe mos besoj ata? More besoj këtë duash. E vetëm një gjë që duhet besosh. Ka vendim që pa fajshëm. Gjerte mora vesh. Nuk po flas për çështjen juridike, është i pafajshëm apo jo. Po flas për çështjen morale. Është një njeri i cili me dashje apo pa dashje i ka shkar gishti te këmbza e pistoletës dhe plumbi që ka dalë nga ajo pistolet ka marrë një jetë njeriu. Një jetë njeriu që do të thotë një njeri i tillë nuk mundet të jetë figura më e moralshme për një strukturë partijake edhe të Partisë Socialiste që ti drejtoj. Nuk është ky shembulli, more. Nuk është ky shembulli që publiku duhet të ndjek për të avancuar në politikë. Apo jo? Kjo është ajo çfarë po themi ne. Dhe sigurisht që shumë fatkeq të tillë pas ka në Partinë Socialiste. Se që të gjithë këta, të cilët kanë nga një të shkuar kriminale, penale të errët, do të kenë gjetur një justifikim që gjykata të mos i ketë dënuar. Janë të lirë apo jo? Pyetja jonë është gjithmonë ka të bëjë vetëm me këtë. Por si ka mundësi që të marrësh pjesë, të përfshihesh në politikë, ku prezupozohesh të jesh qelibar nga ana morale, apo jo? Të emetosh sinjale paqeje, sinjale të njeriu të shembullor, të njeriu që duhet të jetë udhërrëfyes, duhet të jetë ai modeli për tu ndjekur nga të gjithë, të rinjët të reja në këtë rast. Çfarë modeli jepet nga ana e strukturës së Partisë Socialiste? Këtë keni atakuar ju. Dhe për dekriminalizimin, për ta mbyllur enkelet, ka nevojë për akte nënligjore? Ky ligj që të implementohet i plot? Jo. Kjo çështje akte nënligjore të tjera është çështje teknike. E di çka ka rëndësi kjo? Po. Ka rëndësi të cilët ata që e miratuan. Në këtë rast vetë fjalë përsëri për kryeministin, sepse ishte ai i atakuar i parë. Opozita e kërkoi se kishte të nevojshme. Do duhet të ketë sinqeritet politik për ta zbatuar ligjin për dekriminalizimin. Ligji për dekriminalizim nuk është thjesht dhe vetëm disa dispozita ligjore, të cilat përjashtojnë do Rama në këtë rast antar nga kuvendi, nga qeveria apo nga administrata e lartë. Ligji për dekriminalizimin është frym që duhet futur në politikë. Që do të thotë, nuk është e nevojshme që të pres ai të zbatoj ligjin, por se vetë ai do duhet të bëjë një vetë pastrim. E fundit, pyet më në kam besim. Jo, nuk kam besim që do ta bëj. Nuk e besim? Jo. Mirë. Enkeleda Alibeja ishte në këtë pjesë të parë të bisedës, në këtë start jave, natyrisht jo thjesht për rekomandimet e Venecias dhe tryezën e parë, por edhe për aspektin e dekriminalizimit nuk ka besim që do të ndodhë, thot ai, dhe zbatimi de facto i këtij ligji të miratuar dhe që u përshëndet ndërkombëtarisht. Faleminderit. Faleminderit. Do të shkojmë në hapësirën kulinare dhe vazhdojmë tej, pastaj në lidhjen direkte me Lunën dhe me të ftuarin e tjerë pas pak. Shef Krenari, i cili çdo ditë është prezent në minutazhin e emisionit Ditë e Re, sepse besoj është minutazh që ndiqet me shumë vëmendje nga ana juaj, në mënyrë që të merrni një sugjerim. Aq më tepër që jemi në ditët festive dhe recetat e reja mund të vijnë mjaft mirë në zbatim për t'i surprizuar njerëzit tuaj të dashur. Natyrisht gjithmonë në suportin e produkteve të Ecomarket, por sigurisht edhe produktet e Avex dhe natyrisht, jo vetëm edhe vezët të rejas. Do të kalojmë nga ky momenti kulinaris për t'ju drejtuar një tjetër momenti të rëndësishëm, her pas here dhe çdo ditë tashmë Luna Metasani është në terren aty ku ndodhin ngjarjet dhe risit për t'i transmetuar në korale, apo jo Gerti? Do të ndalemi tek një tjetër çështje që është shumë problematike dhe është shumë e ndjeshme dhe me interes të veçantë për gjithë udhëtarët dhe qytetarët e Tiranës, si tashmë kanë një pikë se ku do të stacionohen për të nisur me autobusët drejt rretheve. Luna është gati, unë e shoh. Ja dhe busqeshjen e përcolli për studion. Luna, mirëmëngjesi. Stella, mirëmëngjes Gerti, një përshëndetje për gjithë teleshikuesit që na ndjekin në këto momente. Kemi nisur këtë transmetim të drejt për drejt këtë ditë të hënë, ashtu si çdo ditë tjetër, për të folur për një problem, por dhe një situatë që na prek ndoshta të gjithëve. Çfarë ka ndodhur? Që nga dita e dieshme është vendosur që autobusët është vendosur një terminal i ri i autobusëve që do të thojnë drejt jugut. Këtë njoftim e ka bërë bashkia ditën e dieshme, por ne jemi pozicionuar pikërisht pranë parkut të ri të autobusëve, terminalit të ri të quajtur. Nuk di nëse më dëgjoni? Po, të dëgjojmë mjaft mirë, Luna.
Në rregull, jemi vendosur në parkun në terminalin e ri të autobusëve tashmë dhe kam kënaqësinë që në këtë lidhje direkte të kem vetë drejtoreshën e Agjencisë Parkingjeve të Tiranës, Tirana Park, zonjën Englantina Zëre. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit që pranuat ftesën për këtë lidhje direkte. Faleminderit juve. Ju jeni drejtoresha e Parkingjeve të Tiranës, ndërkohë që mund na flisni pak më shumë për situatën, vendosjen e autobusëve në këtë terminal të ri? Okej, ashtu siç edhe juve e thatë. Të mbulosh pjesën e parkimit do të thotë që të merresh me një nga problematikat më kryesore që ka qyteti jonë. Parkimi, trafiku. Bashkia e Tiranës ka krijuar terminalin e autobusave ndërqytetas, ky që jemi neve sot këtu, të parin dhe në mënyrë të përkohshme, derisa të krijohet terminali që do të jetë i përgjithshëm në hyrje të Tiranës. Krijimi i këtij terminali këtu ka shumë funksione. Pikë së pari, ky terminal liron trafikun, ju jep mundësi të gjithë atyre subjekteve që janë të licencuara nga bashkia për të ushtruar aktivitetin e tyre për transport njerëzish në për qytete dhe destinacione të ndryshme. Flasim këtu për zonën e jugut dhe Durrësin. Këtu në ditë janë 450 mjete të cilat do të menaxhohen, ku nga 450 mjete që hynë në terminal, 250 mjete janë vetëm dalje. Ju besoj se duhet ta mendoni shumë mirë se çfarë do të thotë që të kesh një menaxhim dhe një fluks të tillë në Tiranë, do të thotë që me këtë krijim të këtij terminali ne shfrym, si mund të thuash, të gjitha ato akset rrugore të cilat deri dje rëndoheshin apo mbi ngarkonin trafiku në qytetin. Apo ato sheshet e lagjeve në mos gaboj që autobusat për funksionimin e punës së tyre shkonin në mënyrë të padrejtë, mbase duke u mbushur me pasagjerë. Sot ne jemi këtu për t'i thënë të gjithë subjekteve të cilët kanë licencë dhe duhet ta theksoj fort këtë pjesë, të gjithë subjektet dhe autobusat që janë të licencuar, sot kanë terminalin e tyre, ku Bashkia e Tiranës ofron një ambient të këndshëm dhe për qytetarët e Tiranës ofron mundësinë për të qarkulluar, që do të thotë çdo qytetar që ka nevojë që të shkojë në destinacionet e qyteteve të jugut, mund të përdori linjën transportin urban dhe ajo çfarë është shumë për të theksuar është që linja e urbanit Tirana e Re, që deri dje stacionohej dhe bënte rrotullimin këtu pranë sheshit Shqiponja, sot do të ndryshohet, që do të shkojë deri në mbikalimin dhe në kalimin e Kamzës, pra i ofron qytetarëve mundësinë që të vinë dhe të shkarkojnë dhe të transportohen këtu, si dhe do vihet në funksionim të plot edhe linja e autobusit të institutit, që është institut qendër. Dhe çdo qytetar përveç se transportit urban ka mundësi, mjetet, ne kemi ofruar dhe një shërbim taksi, ju kemi dhënë hapësirë, ku çdo qytetar të gjejë dhe të përzgjedhë një nga mundësitë dhe hapësirat për të bërë një udhëtim sa më të qetë dhe sa më komod. Kjo është për të gjitha qytetet e jugut? Kjo është për të gjitha qytetet e jugut, përfshirë edhe Durrësin. Le të themi në këtë moment, sot është dita e parë, le të themi është bismillah, dhe autobusi i parë është nisur në orën 5 të mëngjesit dhe deri tani le të numërojmë disa nga qytetet që kanë bërë nisjet e tyre, ku mund të themi që është nisur Gjirokastra, është nisur Fjeri, është nisur Ballshi, është nisur Patosi, është nisur Saranda, edhe kështu me radhë. E siç e shikoni, po vijon. Ju thatë që janë 450 mjete të cilat do të nisen nga këtu. Por po ta mendosh janë shumë dhe mund të mendohet që mund të krijohet një situatë kaotike, por në fakt nuk duket se është ashtu, duket që gjithçka shkon mirë, është menduar një plan nisje për autobusët dhe vendshëndrim këtu? Po. Atëherë kur themi 450 mjete, janë 450 mjete që janë në menaxhim. Ku nga këto 450 mjete, 250 mjete autobusa nisen nga Tirana drejt qyteteve, drejt destinacioneve, ndërkohë që kemi dhe prurje, pra nga rrethet vinë në Tiranë. Në total janë 450 mjete. Të gjitha këto autobusa kanë një program të tyre, kanë një orar të përcaktuar dhe rakordohen shumë mirë me njëri tjetrin për të respektuar dhe kohën se kur niset njëri autobus dhe kur niset linja tjetër pasuese. Pra ka një orar ndërmjet nisjes. Po.
Konsiston në ndonjë minutazh? Në minutazh çdo gjysmore, çdo një orë, në varësi të linjave. Çdo gjysmore është në një qytet të ndryshëm apo për të njëjtin qytet? Pra siç ndodh për shembull për Durrësin që të niset autobusi. Autobuzat e Durrësit për shembull, që është shumë specifik Durrësi, ka çdo gjysmore. Ndërsa linjat e tjera të qyteteve në varësi të qyteteve variojnë. Çdo një orë ka dhe me orare të zgjatura që mund të jetë për shembull ai vjen, autobusi shkarkon këtu pasagjerët dhe nisjen e vet mund ta ketë pas 3 orësh, pas 4 orësh. Terminali i autobusave ndërqytetas i ofron linjave që të vinë, të shkarkojnë, brenda zakonisht brenda 10 deri në çerekore ata kanë shkarkuar pasagjerët e tyre dhe gjysmore deri në 1 orë ata stacionohen këtu për të nisur pastaj në orarin që ata kanë të përcaktuar. Ndërkohë që agjencia juaj e parkingeve ka bërë ndonjë bashkëpunim ndoshta me policinë e shtetit? Patjetër, ajo çfarë është mision, le të thuash, kryesor në të gjithë këtë gjë, është që për të përmbushur atë çfarë ne kemi qëllim, të lirojmë trafikun e Tiranës dhe për më tepër të luftojmë informalitetin. Ju e dini shumë mirë, ashtu si unë edhe gjithë qytetarët e Tiranës, që përveç se autobuzave që janë të licencuar nga bashkia, shumë autobuza dhe shumë mikrobuza apo fugona, sot operojnë në mënyrë abuzive. Qoshave të pallatit, kur ne çdo mëngjes mund t'i kemi simfoninë e mëngjesit apo zimën e mëngjesit që thonë hajde se edhe pak kur nisëm u mbush apo ku dëgjon. Të gjitha këto në një bashkëpunim shumë të ngushtë me policinë e shtetit dhe me policinë bashkiake, ne do të bëjmë një luftë drejt për drejt ndaj informalitetit. Pra, kush nuk ka licencë nga Bashkia e Tiranës për të ushtruar këtë aktivitet, patjetër që do përballet përpara ligjit. Ndërkohë që jemi në periudhë festash, ndodh që edhe studentët tashmë do të marrin pushimet në universitetet apo në shkolla dhe ndoshta do të udhtojnë për të kaluar festat në familjet e tyre, ndërkohë që duket që gjithë njerëzit që do udhtojnë do kenë dhe çanta ose valizhe me vete, ndërkohë që ndoshta do duhet që të shtojmë dhe disa autobus për të përballuar ndoshta kështu fluksin. Po, patjetër. Jemi në një prag festash. Është çik herët për të uruar studentët, por jam shumë e sigurt që mezi presin që të shkojnë pranë familjes së tyre. Kështu që për këtë pjesë patjetër që ne kemi menduar, prandaj dhe ja u thash edhe pak më përpara. Bashkia e Tiranës ka vendosur që përveç se transportit urban ne kemi shtuar dhe linjat. Kjo përfshirë edhe Unazën e Re, Tirana e Re, që është një nga linjat më të frekuentuara, e cila shton rrezën e vet të kthimit, që do të jetë në mbikalimin e Kamzës, këtu poshtë. Janë linjat e autobuzave të institutit, dhe ndërkohë do të ketë një shtim të numrit të autobusëve të linjave. Le të themi që ky është një terminal i përkohshëm. Ne do të shohim, do ta testojmë, do ta shohim se çfarë prurje dhe çfarë reagimi dhe çfarë impakti do të ketë. Padyshim që ne do të bëjmë më të mirën e mundshme për t'i ofruar qytetit qetësinë, komoditetin dhe sigurinë në të gjitha aspektet e. Ju thatë që është një terminal i përkohshëm, ndërkohë është menduar paraprakisht se sa mund të zgjas vend qëndrimi këtu, do të thënë ky terminal deri në çfarë? Nuk mund të them dot që mund të zgjasë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj apo 1 vit apo nuk e di çfarë, por di të them që Bashkia e Tiranës po punon intensivisht dhe do ta finalizojë krijimin e terminalit qendror, i cili që do të jetë në hyrje të Tiranës. Luna, për momentin, ky nuk është vetëm terminali i parë, ne i hapëm një rrugë kësaj gjëje, domethënë ne duhet të luftojmë të gjithë së bashku, domethënë dhe të japim një zgjidhje të shpejtë gjithë kësaj situate. Le të jetë ky një fillim i mbar, terminali i parë, për t'i dhënë mundësi njerëzve, dhe ne do të vijojmë shumë shpejt dhe me 2 terminale të reja, duke i dhënë mundësinë dhe zonave të tjera të qyteteve të Shqipërisë, zonës së Juglindjes dhe të Veriut. Dhe shumë shpejt ne themi që do t'i kemi gati për të gjithë qytetarët e Tiranës. Ndërkohë që ka dhe një pyetje nga studio, po Stella? Jo, në fakt do doja t'ju uroja mbarësi në këtë nisëm, duke qenë se është terminali i parë dhe unë besoj do të jetë vetëm starti i krijimit të hapësirave të tjera, të falenderoja ty dhe Englantinën për këtë lidhje drejt për drejt. Ju falenderojnë edhe nga studio për këtë lidhje të drejt për drejt dhe ju urojnë fillimin e një pune të madhe dhe të bukur. Faleminderit. Të gjithë së bashku do të bëjmë Tiranën shumë bukur. Faleminderit. Faleminderit Stella. Ky informacion sigurisht vlen të për të orientuar, aq më tepër në këto ditë ku do të ketë lëvizje dhe në një farë mënyrë gjitha kjo është bërë për të shmangur edhe kaosin që mund të krijojë, ne do të shkëputim
gon' do this. Dodoni mos përfundon të ky klipi, se ishte shumë i këndshëm, ai shpëtepër në këto ditë të ftohta, por është mirë ta kemi në sfond. Vazhdojmë në studio. Po. Mirëmëngjes, jemi me një bukuroshe natyrisht dhe me mjeshtrin dhe ekspertin që grumbullojnë gjithmonë të bukurat në një event të bukurie këtu e prej 15 vjetësh, si kundërisht edhe 15 vjetori fantastik dhe shumë 20 vjetori. 20 vjetori simpatik, fantastik i Deliart Association. Petri Bozo, jam dhe me Petrula Vaskun, e cila natyrisht është dhe në këtë kopertin të këtë kalendari shumë simpatik që bëhet çdo vit nga Deliart Association, një kalendari i cili mbledh 12 bukuroshe për 12 muaj respektiv, apo jo Petri? Jo domosdoshmërisht 12, se varet gocat si finalistet Miss Shqipërisë janë 31 gjithmonë, po në kalendar përzidhen ato që janë më afër pjesës fotogenike. Po, janë 8 modelet, pak me sa po shoh tani. Ka pasur raste që kanë qenë edhe 11, asnjëherë 12, sepse Missi si rregull përfiton gjithmonë 2 muaj, 2 flet, domethënë të kalendarit. Pra ka dhe ofertë 1 në 2. Megjithëse është mbajtja kurorës. Po këtë vit kanë qenë më shumë goca që kanë pasur 2 muaj për efekt se ato ra dakord fotografi Avnis Selmani, për herë parë kemi pasur fotograf kosovar në 14 vjetë realizimit të kalendarit. I ke nxjerrë në -1, më thanë mua dje për të bërë këto foto. Zakonisht fotot e kalendarit bëhen, si po ta shoh edhe nga making of, bëhen në periudhën e fundit tetorit, fillimit nëndorit, sepse deri në tetor ne jemi të zënë me eventin e Miss Globit, kështu që praktikisht fotot do bëhen në atë periudhë. Dhe më është luajtur me muajt mbi bazën e logjikës se ku e kemi vendosur ne lejtmotivin e kalendarit, për shembull. Vjet ne kemi pas një kalendar që nuk ka qenë me këtë lejtmotiv siç ishte këtë vit urat e vjetra shqiptare. Dikur kemi pas motora, dikur kemi pas makina. Ka një temë ndryshe edhe për kalendarin, si për çdo gjë tjetër. Çdo vit ne kemi vendosur që u bë paktën 5-6 vjet që kur erdhi si stiliste në kalendar Rezi Skifteri, për herë mas 5 vjetësh nuk kemi Rezin këtë vit, për arsye të impenjime shumë të që ajo ka me një event tjetër që ndodh paralelisht.
Dhe me qënë se kishim bashkëpunim suksesshëm me kompaninë e veshjeve Elisabeth, vendosëm të zgjedhim veshjet nga kjo kompani, edhe sepse madhështia e tyre veshjeve i shkon shumë për 7 urave, që janë fantastike. Imagjino kemi bredhur me kilometra në këmbë për të gjetur ura që askush nuk mundi shofi do të normalisht nga rruga. Pra me sakrifica të mëdha, jo vetëm për vajzat të cilat i është dashur të zhvishen në një farë mënyre në këto temperatura, por dhe ju që keni gjëmuar urat, si staf, në tërësi. Megjithatë, Petrula një përvojë interesante, natyrisht edhe televizioni, ku shumë shpejt edhe do të jeni pjesë e ekranit, por për momentin jeni edhe në kopertinën e këtij kalendari dhe duke qenë se keni fituar dhe një çmim Miss Bikini, e një dhe diku të muajit gusht në mos gabohem. Po, jam shumë e privilegjuar që ka marrë pjesë si fillim të Miss Shqipëria, sepse ka marrë një kthesi ta ime është 360 gradë, le të themi. 360 ke shku prapë në vend, aty afër. 180. Po. Më pëlqen ky background që për ty që gjithmonë të... Edhe si fillim të kalendari, nuk e prisja njerë që t'isha te kopertina, nuk e di, po që është një nder i madh për mua. Janë këto sekretet e Petrit që është... Ka të surpriza Petri. I ka të vetat këto. E kuptoj, unë nuk i di ti di më mirë, po është djalë me surpriza. Duhet vish të punosh me ne Çakçani edhe i kuptosh më mirë sa gjëra. Më nga afër. Më mjafton të jesh shumë e bukur mirë. Po, çfarë pse jo e bëjmë bashkëpunimin me orën e patjetër. Dhe ndjem shumë mirë që janë pjesë e familjes së Deliar tashmë. Megjithatë, natyrisht një nga dëshirat e mëdha, kryesisht modeleve të themit miseve është fotografia. Sigurisht, ajo është gjë primare që të dallon, është imazhi i parë që shikojnë tjerët te ty. Më shumë se sa një përvojë modelingu apo një përvojë sfilate apo pasarele në sken, Petrula? Po. Për pjesën e sfilatave, te promovimi i kalendarit, ishte një sfilat që na prezantonte. Atje ndjeva shumë mirë, sidomos te pjesa fustanit, se është gjë shumë kryesore kjo, që dukesh mirë. Natyrisht edhe Instagrami është tërbuar, nuk e dyshoj. Pa dyshim, rrjetet sociale njërë janë kështu. Efekti me një hershëm, të cilave nuk është bërë pjesë e jetës tonë, kështu që... Është e pamundur. Petri, në 20 vjetor, natyrisht në një super event, e prekim pak dhe do të themi pak dhe ke kalendari dhe jo vetëm, por një super event që ju dha një satisfakcion më vete. Po, tash si bësh 20 vjet evente për gjithë shqiptarët, na takon ta bënim një gjë për veten. Në fakt ne kemi përtu për të bërë festa, se çdo vit që është promovimi i kalendarit është prapë një festë. Ne mblidhemi gjithmonë për promon e kalendarit, ka qenë një shtëpi tjetër te pjaca çdo vit. Por meqense këtë vit ishte numër shumë i madh i çuar, ishim gati 380 veta. Kështu që zgjodhëm Xibrakun një sallë më të madhe për ta bërë. Edhe bëm njerëzit, e di kush është e rëndësishme te festat tona, njerëzit vinë pa sikletin që t'jenë të shtrënguar. Janë njerëzit vinë shumë lirshëm. Ka një emocion krejt logjik gjithë festa. Edhe ata që realisht kanë qenë pranë nesh në shumë vite, vinë dhe performojnë për këngëtarët, për vajzat, për modelet, për secili e ndjen për detyrë që të bëjë një lloj performance të vetëm. Si pjesë të familjes, apo jo? Si pjesë e marrjes së dhuratë. Edhe kështu ndodh pastaj, sigurisht kur ka një verë të mirë, kur ka një ushqim të mirë, atë e bën akoma më komode. Edhe çion. Edhe e bukur, duke tentuar 20 vjet për të bërë diçka për të bukurën shqiptare dhe jo vetëm, atëherë të bësh diçka për veten. Ka bërë disa llogaritje shumë interesante në këtë 20 vjetor Petrit, të cilat do doja t'i zbuloni, sepse ndonjëherë është e vështirë të bësh llogaritje me ditë, me orë. Një llogari e bëra kur ishte bashkë Albania Excellence, duke pritur ato. Petri mori një çmim në Albania Excellence. Duke pritur ato çmimet që ne i kemi dhënë gjithë këto vite, se imagjino 14 vjet bëhet festivali klipit në këtë vit. 14 vjet është kalendari, gjithashtu. 17 vjet Miss Shqipëria, në 2006 bën edicionin 18 dhe 13 vjet Miss Globi në 2006. Imagjino tash sa orë. Kemi mjaft 2172 orë produksione. Jo vetëm me këto 4. Si mund të ta bësh 20 vjet të trokasesh për të përballuar aktivitetin? Kishim ndarë 562 targeta kështu nga këto çmimet. Kishim ndarë trofet. Çdo gocë ka, edhe çdo shtëpi produksioni, regjisor, kameraman, këngëtar në kaq vite ka një trofe të çmimeve që ka marrë
në festivalet e misje të tjera. Unë mjaftoj me kalendari. Kalendari është që jam bitort për mu, sepse kalendari, unë që në moshën 5 vjeçare kam pas një aparat në dorë, që ma ka dhuruar i matë, një FED 2 aparat rus me film. Edhe e kam pas shumë për zemër fotografin. Edhe kur mendova që të realizoj një kalendar që tjetë ndryshe nga kalendaret me qenë, me mace, me kështu që vini nga Kina, po të ketë një kuptim. Më shua një kureshtje. Ketë një vlerë artistike, kalendari është një vlerë artistike, nuk është thjesht një kalendar për të lexuar vetëm ditët dhe muajt. Se ditët dhe muajt është e merr këtë këtu, e lexon ditën dhe muajin. Po kur e var një kalendar të bukur, me një imazh të mirë, me një Shqipëri të bukur, me një peizazh të bukur dhe me një vajzë të bukur, sigurisht dita jote merr një tjetër kuptim në mëngjes. Përfshirë këtu dhe atë datën që ti ke rëndësi për të shënuar aty ku do ti ke. Pra merr tjetër vlerë. Të besoj Gerti të ka munguar një kalendar të tillë. Kam pasur Petrin dhe në edicione të tjera dhe kam. Është një vlerë dy fish. Edhe kalendari, në fakt spuntun e kalendarit e kam marrë nga ca miqtë e mi që tregtonin goma Pirelli, edhe pash kalendarin e Pirelli që është një nga kryeveprat e realizimit kalendarëve në botë. Në çdo stadium e ke kopjet e shitura duhet bësh ribotim, të garantoj unë. Për sugjerim dhe për batut. Nuk shitet, nuk është për biznes kalendari mi Shqipëri. Se vëndyshim këtë. Sepse, jo, është një vlerë promocionale. Si një dhuratë festash. është një vlerë promocionale e eventit edhe një formë dhurate që ne kujtojmë eventin e Miss Shqipëris, i cili ndodh gjithmonë në para verës, e kujtojmë në fund vit duke mbajtur gjallë traditën në një farë mënyrë. Pse zgjodhe Petrulën për kopertinën? Zgjodh dizajneri, në fakt. Tani unë kopertinë këtë vajzën shumë. Janë dy kopertina, është kopertinë e parë dhe mbrapa. Ore këtë të parë njërë, mbrapa me lëmë këtë historie. Tani për të mbrapën e kthej unë, mos kime rak, nuk ta bëj qefin. Te kjo e para tani se është kjo vajza që kemi këtu në studio tani. Mund të ma thuash pak se tani lere dizajnerin se ti e ka bërë këtë punë. Jo, është ka disa... Sle, Petri, në dorë të rastësisë gjërat. Ka disa faktore. Para njërë se ura edhe e bënjës në përmet është shumë interesante dhe uji, ajo bazeni i ujit është vetë një foto që ne kemi me uj. E më nëre urën tani thuaj tani për vajzën. Ne kemi Petrulën të thua ura. Që thot ura. Tu është Miss Bikini? Unë si them do të që kjo është më e bukur nga Jo, s'po të them të thua shtë. Nuk bëj do diferencime. Ka të bëjë Po kjo është më afër fotografisë se çdo kusht tjetër. Është më afër teje tani këtu. Jo, sepse duke qenë një liceiste, duke qenë për pikturë, fakti që kjo nga pikpamja artistike është më afër se sa vajzat e tjera. Kjo është e vërtet. Dhe kjo është e vërtet. Dhe për fakt, Petri e solli si detaj, Petrula është edhe një, le të themi, kuratore arti në pikturë e artshme, duke pikturuar jo pak, ndoshta në një moment tjetër të dytë. Do t'japim ekspozitën? Mbetet, do t'hapi ekspozitën e saj, do ketë një satisfaksion më vete, megjithatë një art i fshehur ky, por e pate një moment si një lloj stepje kur Petri të bëri ftesë në fillim, shiko hajde të marrësh pjesë diku në këtë event. Jo, vin vetë. Apo e kishe dëshirë vetë, Petrula? Vin vetë. Dëshira... Si marrësh ftesë ti se shfrik nuk është një tur? Nuk i marrë. Vin vetë, dalë me anonqim, dhe këtu të studiot që bëjmë audicione kemi 400 goca vlla për Miss Shqipërinë. 31 zgjidhe. Punë të rëndë këti, zotri. Po, Petrula. Atë mbaj mend që në fillimet e mia që kam qenë e vogël, kisha atë qefin e të bukurës, artit, gjithmonë. Pastaj me kalimin e kohës, gjërat bënë më serioze. Një ditë bukur për shifja Petrin që kishte nxjerrë në rrjetet sociale për që hapen audicionet. Edhe thash, pse jo mos ta provoj dhe unë? Bëhet një nisje e mirë. Një përvojë më vete? Shumë, po. Edhe më ndihmoi, realisht më ndihmoi shumë. Edhe mbas një javë u përzgjodha, fitova audicionin, isha shumë e lumtur. Nuk e prisja. Tani e kisha arritur qëllimin, apo jo? E kisha arritur qëllimin tim deri diku. Edhe ja vleti shumë. Dhe pastaj përvoja në aktivitet, në event. Pastaj në aktivitetet e tjera. Fitoria e çmimit, tërbimi në rrjetet sociale, fotot pafund edhe klikimet, kuptohet. Edhe klikimet, apo jo, shef Petri? Se di që se kam dorën atu. Jo, se vën dyshim që se ke dorë. Do me thonë shumë gjëra jo, ti ke në dorë për të rritur gjitha këto. Klikimet, share, subscribe, çdo gjë. Ja dim përndet Petrit për të gjë. Megjithatë, atëherë le të bëj një kështu edhe pse është e vështirë ju i doni të gjitha. Diku mes modelingut, mes ekranit apo mes aktrimit, edhe pse ju bëni pikturën për momentin. Jam e dashuruar me të trija këto.
jeta ime është e ndarë. Pas ke dashuri të pafundme. Multidimensionale. Gjithçka që ka të bëjë me të bukurën, është dashuri për mua. Se ka problem fokusi. Tashi duhet fokusohet. Duhet të Tani marrë një direction. Se të tre si po ndot, Petrulla. Zgjidh një. Absolutisht. Zgjidh një. Dhe çfarë do t'i O rekomandoj ti konguro Petri? Edi Ramën për piktur, o konguro... Bëm kryeministra. Jo, për piktur. Për piktur. Jo të keqen, jo deri atje. Jo, deri aty brenda artit, formatit. Jo, brenda pikturës, tash. Sa larg tash e ti pu. Megjithatë, Eshe, synimet që janë më të larta se shpretendohet ti, Petri. Më afër është pikturës, kuptohet, e eventet e Petrit që nuk do mungoj, por kam përshtypjen edhe se shpejti pa e zbuluar edhe pjesë e ekranit, është edhe një dashurim vete, jo kam përshtypjen. Po, ke shumë të drejtë, por që është edhe kjo pjesa e arsimit që janë ato problemet që vinë gradualisht, nuk e di tani, por që shpresoj që me kalimin e kohës të zgjidhet çdo gjë. Natyrisht do Janë ato fillimet e mia që akoma nuk është vendosur diçka konkrete. E shikon pak larg modelingun? Të Jo. duket si një shkollë që ka më shumë sukses jashtë se sa në Shqipëri. Edhe në Shqipëri ka shumë sukses, në qoftë se zgjedh atë të saktin, po flas për nga agjensit. Po. Siç pata sukses me biliardin, me Miss Shqipërinë. Por edhe jashtë mund t'ikësh, pse jo? Por edhe jashtë, është Nëse akoma gjërat më shkojnë mirë. siç duhet. Sigurisht, edhe jashtë ka plot agjensi prestigjioze që janë ja vlejnë. Një kontratë mjafton edhe pastaj Po. Është në periudhë reflektimi, pra Petrulla, për të kuptuar se çfarë do të mund të bëjmë më mirë. Petri, të paktën vajzat që konkurrojnë her pas here kanë të drejtën të riciklojnë veten, të rikonkurrojnë. Te Miss Shqipëria, jo. Te Miss Shqipëria, jo. Vetëm në eventet e huaja. Është kategorike. Në vendet e huaja, si, po. Aha. Mund të... Petrulla ka pas një anë minus si qik për shkak të moshës se është e vogël, edhe kryesisht pjesa me madhe eventeve mëdha botërore kërkojnë moshën mbi 18 vjeç për konkurim, se do mund të kishe ikur që këtë vit, do të presim edhe një vit. Do t'i duhet të presë, një vit sakrificë. Sa të bëhet 18. Ka pasur vajza nga kalendari, 2 prej vajzat kalendarit kanë konkuruar. Bëj një certifikat tjetër? Ja, se bëjmë dot. Në qartë. Kanë konkuruar në 2 evente, tashi shpejt. Njëra në Miss Supernational, kjo Peridia, që është muaj nëntor, mos gabojnë kalendare, dhe një Alda Tepshi që është muaj tetor në Miss Model of the World në Kin. Kam përfaqësuar Shqipërinë. Kemi edhe një sukses të shpejt, një former Miss Shqipëria Ertemjona Mejdani? Ertemjona Mejdani ka fitu vend e parë në Shanghai në një Miss First International, kompeticion botëror. Kështu që vazhdon. Rruga është e hapur, pra. Për të gjitha vajzat që kalojnë nga Miss Shqipëria. Tani ta kthej edhe në fund unë që mos zihemi Kalendari, bashkë pjesa tjetër. Pjesa tjetër. E kopertinës. Do t'i hapësh gjithë muajt. Jo më jape, po t'hap të fundit njerëz se the janë 2 kopertina. Po pra është, ja se e kemi këtu. Dakor, pra ja më ka mund këtu. Po është kopertina jo. Është kjo. Kjo është ballina. Është qartë. Ja. Ja dhe Shef Petri, i cili na përcjellte ballina, kalendar 2016. Kurse është kopertina e mbrapme që është. E mbrapme, qartë. Dhe kjo vajza është? Kjo është Dea nga Pogradeci. Dea nga Pogradeci kam. Dea tash ka shkuar, është nisur sot për Pogradec. Duhet ta dëgjoj rrugës, bile. Shumë mirë, do e përshëndesim dhe Dea natyrisht edhe në këtë performancë të saj, se çgjenca kështjella me janë ura, qartë. Kjo është ura e mesit në Shkodër. Nuk mos më ço deri në detaj gjeografie se do të ngjes. Se atë llogaritan edhe kilometra, 672.000 kilometra kemi bë gjatë 20 vjetëve që kemi xhiru fotografi, bër klipe. Pa fund, është nga gjërat që shuhet në gjithë punën tuaj, sidomos në terrenet e vështira. Petrulla, kjo botë nuk të lodh fare? Fare. Përkundrazi? Po prit se nuk ka nisur Gerti. Plotësisht. E keme insistim ose edhe ato që Petri thanë, momentin e kalimit të këtij gepi të moshës, paktën momentin që je në start, të shkosh me njerë dikuj shtetit me zi, po e pret këtë moment? Se jo, nuk është se do të thot mosha gjithçka që je vogël edhe mos të marrësh pjesë në për këto kompeticione të mëdha. Përkundrazi do të ndihmojnë shumë në karrierën tënde, le të themi, si modele. Kështu që çdo gjë është e hapur. Petri, në kaq vite, në 20 vjet që ke
Ke shpërndarë vetëm bukuri për këtë vend? Jo vetëm. Dhe jo vetëm, e qartë. Kemi bërë dokumentar, kemi bërë programet për është edhe 2 netët e klipit shqiptar, ku është me të vërtet një tjetër target nga Deliart Association, por në këto 20 vjetë që keni patur evente bukurie të pafundme, nga gocat, besoj t'i mbanë mënd, shumë prej tyre edhe kanë gjetur vetë në përfushat ndryshme, janë sistemuar dhe shatë kam. Po kam. I kemi, prototipat egzistojnë. Egzistojnë, do të janë pjesë ekraneve, filmave, me sfilatave, do të thonë që ndjen një lloj satisfaksioni kompani ose ti vetë, do të thonë që kanë shkuar. Sigurisht. Po jo vetëm, kemi pas bashkëpunëtorë që kanë qenë pranë nesh, janë bërë që drejtojnë sot biznese, që drejtojnë politikat ndryshme, që janë bërë pronare, më të thashe, gazetare, pra keni që një auguri mirë çdo herë. Nuk manë men. Megjithatë, edhe pse është shumë simpatik dhe soft, paktën në këtë bisedë ndjesi, Petri nuk bën kompromis kur me profesionin e vet, paktën aspektin e detyrës së regjisorit dhe për evente të ndryshme e ka të pamundur ose e ka të vështirë shumë të vendosi që shiko do ta bëjnë këta të dy këtë gjë sepse është e pamundur. Për regjin. Ti e di ku e kam, jo te regjia, jo, e kam për prezantimin. Për prezantimin. Nuk po vë shishen për radhën, ti je i bindur për këtë, se më mjafton kjo hapësirë televizive këtu. Më ndodhi gjatë festës edhe ti do ishe i treti ose i katërti që do hidhje një dorez dueli të hapur për mua, sepse 3-4 personazhe gjatë fjalës që bën në skenë të festa 20 vjetorit Deliartit, e kërkuan në mënyrë të tërthort bashkëpunimin dhe dhënien e fjalës për të qenë pjesë e vendit të ardhshëm. Kështu që ti ruajte traditën e le suspans e pikë pyetje. Nga studio këtu, unë të përgëzoj. Jo, ti mos përgëzo fare, unë thash nuk e vura për të vërë shishen, por thjesht ajo është e vërtet dhe unë nuk e heq asnjë presje asaj që tash, ti nuk bën kompromis me profesionin, domethënë. Ka si problem. Unë me ty e kam edhe më thjesht se sa me disa të tjerë, se lejen e kam të hapur nga ylli. Në çdo sekond që i them, ma jep lejen. Megjithatë, si shkemi bashkëpunu gjithë të vjetë bashkë, kështu që e përgëzoj bile nga kjo studio, se realisht është një mik i vyer për ne. Natyrisht edhe hapësira televizive ka qenë gjithmonë prezente dhe gjithmonë e pakursyer në aspektin e prezantimit të së bukurës. Petri, për ta mbyllur, keni marrë dhe patentën e përjetshme të? Morëm përfundimisht e kalum në anën tonë Miss Globin, mbas 11 vjet, 12 vjet drejtimi si qera marës, tash jemi pronar shtëpia. Keni marrë legalizim? Ama e keni deleguar? E keni të legalizuar? Jo, tashti Miss Globi është në emrin e Deliart Association. Okej. Petrula e kur i kanë event ndërkombëtar? Sa të mbushi 18 Pas i viti, pra. Okej, sa të mbushi i mbushi, domethënë në çfarë vendi? Në 2016. Në çfarë vendi mendon ta çosh? Po ka disa, kemi në Spanjë, kemi në Rumani, kemi në Poloni, kemi në Kin, kemi në Itali. Zgjidh vendin Petrula edhe? Ne kemi 12 të drejta të përfaqësimit të Shqipërisë në evente botërore, 12. 12 të drejta. Përveç jemi vetë organizator të evendit 3 më të madh botës. Kështu që do shohim. Dhe për ta mbyllur Petrula shumë shpejt në ekran apo duhet të presim? Shumë shpejt në ekran. Shumë shpejt në ekran. Është me vërtet surprizë, por e presim. Petri, faleminderit. Petrula, faleminderit. Faleminderit ju. Edhe suksese më tej. Sukseset më tejshme dhe me këtë kalendarin. Që t'i zgjojmë mirë shqiptarët. Tani nuk i zgjojmë dot më mirë. Tani si për nga janari në 12 muaj. Do jemi prapë këtu, po kur të hapësh ekspozitën. Patjetër. Dhe bëj kujdes, hape shpejt, edhe po se hape shpejt do të nxisim pak. Natyrisht, mediatikisht. Mirë, këtu kemi përfunduar edhe për sot. Më bukur nuk mund të përfundoni, sepse të gdhijes me të bukurën është një diçka më vete. Natyrisht edhe me jeshilën e Petrit që rezaton Paqe. Paqe? Gjelbrim. Edhe shpresë. Mirë. Ne do të ndahemi me ju miq të dashur, natyrisht duke ju uruar një javë të mbar. Sigurisht ju falenderoj Zana, dyqani i cili mundson veshjet e mia çdo ditë, ndërkohë nesër në orën 7 sërish do të jemi këtu. Deri atëherë kalofshit mirë. Mirupafshim.